أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تزيد فلندريمت من njohjet janë vetëm për Zotin tonë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Përshëndetjet tona, përshëndetjet e Zotit, salavatet, mirësia, begatia të të buara tek më i miri njerëzimit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastra dhe të gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij më të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar xhamatli, me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu, do të vazhdojmë në biografinë, jetëshkrimin, historinë e njeriut më të madh të njerëzimit, Muhammedit të birit të Abdullahut alayhi salatu wassalam. Dhe pa ndonjë parahyrje të ligjëratës, do të vazhdojmë më njëherë aty ku kemi ngel në stacionin e fundit dhe vendtakimin e fundit me historikun e tij të ndershëm alayhi salatu wassalam. Do të ngjitemi me njëherë drejt për drejt që të plotësojmë sa të kemi mundësi nga historia e tij e ndershme alayhi salatu wassalam. Pas ardhjes së ajeteve të cilat e detyrun Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të fillon thirrjen e tij në familjen e tij, të gratë, të gruaja e tij, të çikat e tij, të ata të cilët e rrethonin brenda familjes. Dhe këto ishin ajetet e para të surës El-Mudaththir, të surës El-Muzammil, të cilat ajete e banën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga pejgamberia në të dërguar. Dhe këtu është një muhabet i gjani i dietarëve, neve nuk do të ndalemi fare me këtë pikë, se cilat janë dallimet në mes pejgamberit dhe të dërguarit, por vetëm se përmendëm një detaj, edhe ajo është se pejgamberi është ai i cili i vjen shpallja, por ende është obliguar me komunikue duke i qëndru pas të gjitha tatimeve dhe mundësive të cilat kanë mundësi me i arë prej vështirësive e kështu me radhë. Andaj me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur i tha Allahu xhallahu ala ngrito, than dietarët, ky ajet e ka bërë Resul. Andaj ku thuaj që Resulullah e ki për qëllim se ai komunikon, e tregon, e rrëfen ata çka ja ka thënë Zoti vetë xhel xhelalu. Ndërsa kur thuaj pejgamberi Allahut, Nebiullah, e ki për qëllim se veç i ka arë shpallja ati alayhi salatu wassalam. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, pas i vendosi shtyllat në familjen e tij dhe u banën musliman, familja e tij filloi te shtëpia e një njeriu, një djaloshi 16 vjeçar, i cili ishte nga fisi Makhzum, ishte Arqam ibn Abil Arqam. Në shtëpinë e tij i mbante kuvendet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo periudhë kishte zgjat 3 vite. 3 vite Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thirr fsheh tas. Dhe kjo nuk nënkupton dobësi, nuk nënkupton patrimëri, nuk nënkupton paguximshmëri asnjëherë. Muhamedi alayhi salatu wasalam është trimi i trimave. Është guximtari më i madh. Sigur mos ishte ashtu do t'ja kishte thënë Allahu Xhibrilin. Por se ka dallim mes trimërisë, guximit dhe mençurisë. Nëse guximi nuk brumosët me mençuri, atëherë damët e asaj janë më të mëdha se sa dobit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi te Arabt i gjet trima. Trima të cilë s'kish pa historia si trima. Trima të cilat i zhvendosën nga perandorit më të mdoja, edhe ato ishin romak dhe persianët, të cilët në të kaluarën ishin fuqi botërore,
fuqi botërore, por se kjo trimëri ardh Muhamedi s.a.s. për ta kanalizuar në vendet e duhura. Andaj mësimi të cilin e kanë nxjerrë dietarët nga thirrja 3 vjeçare e mbyllur dhe izolume, duke mos e ditë kurkush ku po takohet Muhamedi s.a.s. Kjo çka nën kupton? Nën kupton që neve energjitë tona, dëshirat e tona, guximet e tona, trimërit e dikujt e tonat duhet mi kanalizu. Duhet, nga se ato janë instikte. Ajo është instinkt. Njeriu kur don mu hakmar me mposh dikan, kjo çish është, kjo është instinkt. Ti dëshiron me tregu pushtet. Por se kjo nëse zbahet për hir të Allahut, atëherë kalon në egërsi, në ashpërsi, andaj njerëzit e donin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe pse ishte me këto virtyte, por edhe pse i kanalizonte aty ku duhet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 vite të plota bani thirrjen e tij fshehtaz, duke mos e shpalos. Andaj nga kjo kuptojmë se mençuria dhe puna me mend dhe urtësia dhe hikmeti janë pjesë e pandame e shpalljes e pejgamberisë e muslimanëve. Andaj musliman duhet më morë mësim nga kjo. Duhet më morë mësim nga kjo. Kur duhet me bë punë të mëdha mos mungut, nga se ngutja nuk sjell dobi. Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith: "El-ajalatu min ash-shaytan." Mungutë prej shejtanit. Shejtani sprit se tutët se pihikin. Do ma shpejt mi deviju njerëzit. Wa ta'uddatu min ar-rahman, dhe me punu ka dalësh prej Allahut, prej Rahmanit. Allahu nuk gutet. Andaj Allahu, shiko që shpunon Allahu nuk gutet kur. Sa qafiri, sa krimineli, sa zullumqari, neve na vend të huna. Na thojna kur mo? Ku bo dë njerë gjedja pa durushme. Por se Allahu nuk punon që shdojnë ana, ai punon që është e merit dhe dignitet për Zotin Gjelle Gjelalu. Si punon? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu sabur, Allahu është durimtar. Andaj kur ti të plas durimi, Allahu nuk thot pse se majtë durimi, duro. Andaj Zoti jon Gjelle Gjelalu na mëson se edhe pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam e mësoi që të rrugton në ngadalësi. Leni dëshirat, leni tash ato ju çka po doni, kjo periudhë kështu e do. Kjo periudhë kështu e do. Sikur të bëj një hap ndryshe. Një hap të bëj ndryshe, ish prish krejt. Vesh një hap ta kish bëj dikush, me tekat e veta, me çejfet e veta. Mi thon ja Rasulullah, çu po dalmi? Zduroj më une, këtu më shef. Ish prish krejt. Andaj thënë dietarët, kjo ishte urtësia e parë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që 3 vite të plota të formon dhe ndërton njerëz të cilët ishin shtylla më vonë me ardhjen e njerëzve të tjerë. Në këtë periudhë kishte zbrit mësimi i parë dhe jo ishte abdesi. Andaj ka transmetuar Imam Ahmedi dhe Ibn Hibbani dhe Hakimi se nga gjërat e para që e ka mësue Gjibrili alayhi salatu wassalam në këtë periudhë të davetit ishte abdesi. Nga se pejgamberi sallallahu në këtë periudhë ka ndërtuar me qetësi. S'ka pas zhurmë. Po, akon ajo preventiva, ajo rezerva, por se kur janë ul, kanë mësuar me qetësi dhe kjo ka qenë prej hikmeteve të Zotit, që një herë ti ndërton disa njerëz në qetësi. Për shembull, nëse na kishim supozu se i kish ndërtu sahabët në zhurmë, tu bo potere, në tollovi, kur kush nuk e di çka thot. Andaj do ta shohim tash kur del pejgamberi sallallahu alajhi wasallam haptazi, çka ndodh? Ndodh ajo çka e kishte ditë Zoti Gjelle Gjelalu dhe i kishte thonë 3 vjet fshehtas. Kur dul haptazi, çka i banin Kurajsht? Ilghaw fihi, thoshin bani zhurm, mos nihet Kur'ani. Mos nihet Kur'ani. Andaj Kurajsht se kishin dëgjuar me vite Kur'anin me vëmendje. Përveç disa persona të cilët shkojshin te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bë kompromis dhe me bë pazar që me mujt me mos po shlon pe e ngojshin. Dhe krejt që kanë shku të shtëpia, që kanë bë, janë kthyer me ftyrë tjetër. Janë kthyer me ftyrë tjetër. Dhe Ebu Jehli i pritte.
Amr ibn Hisham, Ebu Gjehli, i pritte, edhe kishka pas ke drishu, atë pas ka mashtrua. Po kjo pse ndodhte? Se ato s'kishin hapësirë me ngu Kur'anin. Të parën herë kur e kanë ngu Kur'anin komplet, një sure, me vëmendje, që kanë ba? Kanë ra sejshde. Kanë ra sejshde. Gëse i ka morë Kur'ani. A dhe Kur'ani, për vetë se i duhet kohë dhe hapësirë që ta ngon njeriu me vëmendje, kur gjatë tjetër. Andaj kjo ishte periudha ku pejgamberi alayhi salatu wasalam vetëm i ndërtonte sahabët. E prej ndërtimeve ishte edhe mësimi i abdesit. Kjo ishte shumë e rëndësishme, që njeriu të fillon të pastrohet, të fillon të ndron metodologjinë e ignorancës. Andaj prej hapave të para të muslimanit, kur duhet me kur të hyjë në mbyllëg, çka duhet? Me mësu abdesin. Me mësu abdesin, me mësu namazin. Ose kjo shtyllë e qetësisë. Pa pas qëtësi njeriu në jetën e tij, s'ka mundësi me vendos kur gjatë. S'mund me përparue. S'mund me përparue nëse s'ka qëtësi të zemrës. Andaj ja mësoj Gjibrili, ja mësoj abdesin. Çështën e diçka ja mësoj namazin. Ja mësoj namazin. E kishin namazin e natës obligim për 1 vjet. Pas 1 viti u pezullu. 1 vjet e kanë pas obligim, thot Ibn Kathiri në tefsirin e tina, thot 1 vjet e kanë pas obligim mu fal pejgamberë sahabe, që ato që e kanë pranu islamin fillim, 1 vjet të tërë mu fal namaznate. Ata të partë mu vendos që ishtë duhet. Pastaj kjo është pezullu dhe ju kanë mbet 2 namaze. Ju kanë mbet 2 recate në sabah dhe 2 recate në ikindi. Kështu ka qenë e zbritur. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, wasabbih bihamdi rabbike qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe madhroje Zotin tënd para agimit dhe në kohën e perëndimit. Thot Ibn Kathiri, ka qenë namazi farz 2 recat në sabah, 2 recat në qini, para se me ardh 5 vakti në Isra dhe Mi'raj. 5 vakt vjen të Israja dhe Mi'raji. Andaj kanë pas këto 2 namazë obligim. Kjo ka qenë si një lloj përgatitje dhe skalitje dhe e nxehme por që ku të vinë ato të mëdhojat me qenë të përgatitur. Andaj sahabët e parë s'kan guxuar me diskutu namazin. Shikata që shmote e kanë falë namazin. 1 vjet kanë falë namaz natë farz. Farz kanë falë namaz natë. Dhe disa dietar kanë thonë që ata që kanë falë namaz natë 1 vjet farz, e kanë bos namazin nafile të taravijat e sotshme, e kanë bos ato farz 1 vjet, që ata njerëz, nëse e përcjell me vëmendje historien, deri në fund historisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe mas i ndroje jetë, mua ata njerëz janë të cilët nuk tolerun me mor kahjet gabume islami pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kush ishin ata? Ish Ebu Bekri, Ebu Ubejd ibn al-Jarrah, Bilali, Suhejbi, tjetër Abdurrahman ibn Aufi, Talha ibn Ubejdillah, Saad ibn Ebi Waqqas, tituj dhe nofka dhe emra dhe personalitete që kush i njeh ata e din se farmadhrije paraqitet në kokën e atina. Kush ja u njeh këtyre historikun. Këtë këta që shevani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke i edukua ata, duke i mësua ata. Andaj zbriti namazi në këtë formë para se me ardh farzi në Isra dhe Mi'raj, dhe gjithë kjo ishte si një lloj para përgatitje për ardhen e detyrave më të rënda. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas 3 viteve të këtij lloji të davetit zbresin disa ajete nga surja Ash-Shu'ara, surja e poetëve. Dhe kjo ishte e përshtatshme surja e poetëve, e atërë të cilët thurnin vargje, ishte e përshtatshme që fillimi i davetit haptaz të mirët nga urdhri i kësaj sureje, nga se ata ishin duke u krenue në kulm me poezi. Ata thurnin poezi të hatashme. Poezia ka një tërheqje të fuqishme të njerëzve. Pra, nëse e përkthejmë muzikën, ajo poezi. Apo, pasaj ai vetëm manifestuesi e kënon ata. Por se
ai më i madhi i ati këtë manifestimi kusha? Ai që i e ka shkrujt. Po njerëzit nuk shohin. Ai që e ka shkrujt është kapaciteti më i madh. Pastaj ai i cili del por se njerëzit çka bojnë? Shikoj me miliarda njerëz. Me miliarda njerëz. Sa këngëtari njifët më shumë se sa pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është mirimi i njerëzimit. Andaj, nëse do të dikush, atëherë poezia ka qenë e madhe, po dhe sot është e madhe poezia. Një varg e shkruan dikush, i merr me parë, shkojnë njerëzit rënd tu prit aty, shkojnë tangojnë disa vargje, çish i ka knue. Çka knon aty? Çka knon? Kocina. U martu, su martu, u nda, su nda, e kam dash, se kam dash. U trathova, su trathova, kot, por se ajo forma e shkruarit njerëzit çka bën, i ban me çajt, i ban me dhimbje mi përjetue. Andaj Allahu e zbriti surën Shuara, surja e poetëve, por mi shkull të gjitha rajt e këtij mentaliteti dhe kësaj mendësie të lig. Andaj Allahu xhelle xhelalu u zbriti ajetin nga surja e Shuara duke i thënë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam o anzir ashiratak al-aqrabin, dhe tash dil për të Erkami dhe dil për kësaj tinzije dhe dil haptas, dhe i tha dil dhe qërtoj tash fillim çka i tha familjen e afër, tash ka i thot ashiratek, dil pak ma gjan ka kusherit mirë, po kusherit ka shumë, kusherit ku me dit ku shkon gjako, tha el-akrabin, që ato mangas ka i ki nga fisi Abdu Menaf, Abdul Muttalib, fisi Hashimit, këto babgjishat e parë shka i ki, këta thiri. Tha Allahu Gjellu Ala, wakhfid gjenahaka liman itteba'aka min el mu'minin, dhe bohu i but me ata që kanë besue prej besimtarve. Fa in asauke, fa kul inni beri'um mimma ta'melun. E nëse nuk dëngojnë, pasi dilsh me komunikim, atër thua ju, unë jam i distancuar nga jo që ka ju veproni. Ky ishte ajeti i parë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ngarkoi me dalje haptazi. E këtu fillon belaja, me komplet kuptimin belaja. Prej këtu ka fillu që na sot jena qëtu musliman. Duke falendëruar Allahun fillimisht, por duke ditë mirë njohin, andaj Zoti jon xhel xhelalu na e bani shart që me ba Muhammed Rasulullah, jo veç kaq, ne e ba një shart. Çka ne e ba një shart? Ne e ba një shart në Kur'an, që ta çka ne kam pru neve islamin, çka me thonë? Radiyallahu anhum wa ardahum. Allahu qofti knaqët me ata dhe ata janë të knaqët me Allah. Kjo farz me thonë. Mos me thonë që ta del ka shijat, del ka rafidit, dikush thot, pa tjetër se boj shija, del nga rafidit, andaj me jadit e Bubekrit, me jadit Omerit, me jadit Saad ibn Waqasit, është detyr, farz, me qku menja keq për e Bubekri në rrezik, me qku imani, me qku menja keq ka Omer ibn Khattabi mas që është bo musliman, me qku menja se aj, që shmendojnë kategoritë të caktuara të njerëzve, të cilat nuk kanë kapacitet të zhitën në detin e madh të kuptimeve të Kur'anit dhe i morin dallgët të devijimeve të humbjeve. Andaj Zoti jon xheluar zbriti ajete. Allahu është i kënaqur me ensar dhe muhaxhirat. Allahu i don të Medinës dhe të Mekës, pse të emigron. Andaj është obligim me adit atij i cili ta ka pru deri këtu. Është obligim me adit respekt atij i cili ta ka pru deri këtu. Kjo është për edukatës. E pastaj ti me e përcjell karavanin edhe më andaj këtu të ndëruar xhamatli filloi belaja të cilët belaja prej këtij momenti si u kanë dalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam derisa ka shkuar te Zoti vet pikto. Andaj disa tjetër kanë thonë prej te ajeti tjetër në surën El-Hijr, të cilën ja ka zbritur Allahu xhallahu ala për me ia forcu këta. Njëri tha thirri familjar, pastaj ja zbriti edhe një ajet me një tonacion edhe pak më të ngarkum. I tha Zoti jon xhelle xhelalu fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Fa ti dil edhe përplasu. Sada është me dal me thon me zon atë çka po urdhërohet dhe shmangju idhujtarëve, shmangju paganëve.
kanë thonë disa dietar, nga ky ajet pejgamberi sallallahu s'ka pushu kur s'ka pushuar. Andaj të nderuar xhamatllin, nga kjo çka kuptoj. Nga se i kemi shumë ngjarje dhe duhet mësimet dhe porosit mi nxjerr me një lloj shpejtësie. Nga kjo çka kuptoj, se që na sot falemi, dikush ka vujt, dikush ka sakrifiku, dikush s'ka bo gjumë. Pejgamberi se gjumë s'ka bo, që njerëzit me pranu islamin. Ka kajt alayhi salatu wassalam dhe ka qajt me dënes për umetin e tina. Ka paralemru për devijimet e mundshme, ka paralemru për shenjat e kiametit, këtë kjo për çka? Që vetëm ta paralemrojë sikur njeriu fëmijën e vet kur i thot mo këtu, mo pse nga dhimbta, mos devijoje, frigohet. E ka pjesë të dashur të vetën. Andaj duhet na këta ta shijojmë këtë pjesë si me shijue. Dikush pas ka dhanë për neve, pas ka punu për neve, dikush pas ka flet për neve. Pastaj edhe kanë të shiku këta sahabët, pastaj kanë të shiku tabiinët, pastaj kanë të shiku edhe plot prej muslimanëve, të cilët kanë morë me seriozitet këtë fe të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj dhe na duhet me morë me serioz. Kjo fe nuk është tajgare. Wallahi nuk është tajgare. Andaj tha Allahu Gjelle, wa ma huwa bil hezel. Kjo fe nuk është hezel. Nuk ka ti si dush, ti çish dush. Jo. Këtu si mos dush ka pasoja, si mos dush ka xhehenem. Çka si mos dush? Këtu patjetër është me dashur. Kjo patjetër me morë me këtë punë. Allahu Gjelle s'ta ka dhënë hapësirë neve, ajo si doni apo? Jo, patjetër me morë me këtë punë. Andaj ta morë në fejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu seriozisht. Andaj tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, dil dhe thiri haptazi. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam filloi me zbatu këtë urdhër me njëherë. Dhe i organizoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dy sofra. Hadithin e kanë dhënë Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Para se me shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në kodrën Safa, që i ka thirr krejt pastaj më gjan kushërit e vet, para kësaj i organizoi vetëm dy sofra, dy takime me haje dhe pije për t'ja prezentue axhallarëve të vet. Andaj i mledhi familjarët e vet dhe ju dha ushqim dhe ju dha me pi. Dhe pasi hangrën dhe pitën, dhe kjo çka argumenton se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mirë të krejt ta rezerva dhe preventivat sa më mirë ta tregoje. Sa më mirë. Pra, nuk tha këshire mund ka arë që ki urdhër mërë, si mës të abini gjenemin e kini edhe ecni ju. Jo, shtroj dark, e madhroj njëherë familjen, i priti mirë, pastaj filloj. Tha, Allahu Gjelle Gjelaluhu më ka urdhruhe që këtë fe me të regu haptazi. Edhe deri sa ishte të folë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ndërprejti njëri prej tyre. Fabtadarahu. Po di Muhamedi, o transmetuesi, e kputin fjalë. Cili e kputi? Të ta çka e mallkoi Allahu Gjelle Gjelalu, Ebu Lehebi. Çka i tha, ha ulai hum umumatuk. Tha, shire, këto jena xhallarët e tu. Ma mirë me të nalë na se me të nalë arapt. A ki ishte i meqmi cili thejke, ma mirë po të nalëmi na sa të nalë dikush tjetër. Apo, sikur njerëzit kur fillon një gjalliri me u drejtue, me udhzue, me e ka pak islamin ashtu si i ka hije njeriut, po flasme për ata që janë disiplinum dhe të edukum, ata qka bojnë kërdi, ata e kanë bërtëcin e vetë. Qka i thëjnë qpijes? Qka i thëjnë familjarë? Si e mirë presin? Fatkeqësisht, mjerisht. Thëjnë, po të nalë minasa s'kanë nalë tjertë. Ma mirë drejtoju rriq ati ku keve, mos i shtin vetës siklet, se, kështu i tha Ebu Lehebi, tha, na jena gjallartë, edhe i tha Ebu Talibit, nale ti, se e nalin arapt, po kur ta nalin arapt, ndoshta s'kena takat me to. Dhe pejgamberi sa më ja prishi këtë sofër. Kështu janë njerëzit i na qorë, ta prishin atë çka ti do me vo. Andaj pse ti je i mirë, mos kujto se këtë me të mirë kanë me të prit. Ja prishi. U detiru pejgamberi me i thirr prap. I thiri për s'ditin sofër, organizoi ushqim dhe pije dhe tash e mor pak më serioz
u mundu me madhru çështjen. Dhe tha pejgamberi alayhis salam, alhamdulillahi ahmeduhu wa asta'inuhu wa u'minu bihi. Tha, falënderimet i takojnë Allahu, vetëm atë e falenderoj dhe vetëm prej tij ndihmë kërkoj. Ati i besoj, në te ai mbështetem. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahu xhelle xhelaluhu dhe se ai nuk ka shok. Pastaj tha, inna ar-ra'ida la yakdhibu ahla. Ta vërtet njeri i parë nuk e rren familjen e vet. Shikosh ka tha njeri i parë. A lejohet këtu, a lejohet me madhru vetën? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka tham? E kishte lavdru vetën shumë vene. Një ditë për ditëve kur i pa njerëz të fol, kush është më i madh, kush është më i vogël, çka tha? Lëni këto muhabete. Ana sayyid bani Adam. Unë jam më i miri i këtë njerëzimit. Krejt, për fillim deri në fund jam më i miri. Wala fakhr. Ama se kam për mu krenu, nuk e kam për mu lavdru. Edhe këtu tha, i pari. Pse i pari? Pse i pari? Sa ishte i pari. Pra unë jam i pari këtu. Unë jam me virtyte i pari. Ate ta unë jam i pari dhe i parit nuk i takon me rrejt familjen. A i takon kujdestarit me rrejt fëmijën? A i takon babës me rrejt fëmijën? Mi thonë shko që këneja ja ka për qëllim me deviju? Jo. Ate ta vënësram, i pari zgënjen. Wallahi, lau kedhebtu në nëse gjemian, ma kedhebtu kum. Ka thonë basha Allahu në gjelle gjelaluhu. Krejt njerëzit me rrejt, juve që rrejt. Pra as kjo zbohet. Por, për me shtue dozën dhe përmasën e besimit. Walau gharartu nase jami'an ma gharartukum. Mi pas mashtru këtë njerëzit juve si mashtroj. Tha pasha ata i cili nuk ka të zot me merit përveç tina, inni Rasulullah. Unë jam i dërguar i Allahut. Te ju në mënyrë të veçantë e te njerëzit në mënyrë përgjithshme. Pse te ju në mënyrë të veçantë? Se juve të parë do të më u thirr, edhe ju keni më shumë barë se sa të tjerët. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam filloi me u shpjegua atyre për ringjalljen, për fillimin e krijimit, se Zoti xhelel xhelalu nuk na ka krijuar por kot e kështu me radhë. Pastaj foli Ebu Talibi dhe tha, une nuk e ndroj diçka tjetër me këtë dunjajën vetëm se me të nimun që ta shka po lipti. Përvec se shpirti s'po më nështrohet me të besuar si pejgamber. Krejt rregull, krejt kemi me të nimu, unë nuk la, por shpirti nuk më nështrohet me të besuar. Pastaj folën dhe të tjerë prej xhallarëve, çdo kush foli me të butë dhe e kuptuan seriozisht muhabetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe çka reagoi i pari, çka reagoi në sofrën e parë. Ai ishte Ebu Lahebi. Tha, o ju njerëz, hadhihi wallahi sawa. Subhanallahu alazim. Shiko, na kur e lexojmë Ebu Lahebin në histori, por se duhet ti mishroj me Ebu Lahebat e sotit, ku janë këto Ebu Laheba? Ka shumë Ebu Laheba. Tha wallahi, shiko dhe në Allah të bobe, tha pasha Allah në kjo e keqja vet. Khudhu ala jedej, kap në përdore dhe nalne. Kap në përdore dhe nalne sa se ka ndalë dikush tjetër. Pse? Sepse tha nëse ja u kapin arabët, kanë me ju bo me pësue të gjithë. Pastaj reagoj Safia, halla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ej ukhaje, tha o vllavi jem, a nuk është turp me elan vet djalin e vllavit tan? A nuk është turp me elan vet djalin e vllavit tan? Pastaj reagoj prapë Ebu Lahebi dhe tha wallahi hadha al batil, tha kjo është e kot, kjo është e kot dhe kjo nuk ka kur farvlere dhe unë jam i pari që të kundërshtoj. Unë jam i pari që të kundërshtoj. Dhe kjo e kishte ka flamurin e kundërshtimit. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ndërprejti edhe këtë kuvend dhe këtë sofër dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vendosi që të del haptazi para të gjithëve. Kjo ishte forma e parë e prezantimit të thirrjes së Zotit xhelel xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkoi në kodrën Safa dhe thiri ja sabaha. Arabët e kanë pas zakon me thirë me këtë thiri ja sabaha. Sabaha dhe me thonë oh për mëngjesin.
Mirë po, që më ngjes i keq, në këtë formë. Pra, kur dikush i ka sulmu arabët, kur i ka sulmu? Para agimit. Para agimit. Pra, në kohën kur njeriu është më i dërmuar në fuqitë e tij. Andaj edhe sot këta përparimet e inteligjencave kur sulmojnë ditën, kur i burgosin njerëzit ditën, natën jo, pak para agimit. Dhe kjo është shumë e studiuar. Andaj kur arabët sulmonin apo sulmoheshin, kur sulmonin pak para agimit, dhe atër është kur koha ti e disë edhe pak e sabaj për të flinjit shumë dhe gjumi. Andaj dul pejgamberi s.a.s. në këtë kohë dhe thiri ja sabaha, dhe u mbledhën njerëz me të madhe, qa po ndodh? Nga se kështu nuk thirrte dikush vetëm kur kish pa dikan larg të ardhë me kuaj me sulmue. Fa qalu men hadha alladhi yahtif, kush është duke thirr? Fa qalu Muhammed, than Muhamedi. Fajtama'u ilayhi, dhe krejt u mbledhën te ai. Dhe u mbledhën shumë njerëz me dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka po thot. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bil wadi." Tha, çka mendoni? Sikur t'ju lajmëroja se pas kësaj lugine, pas kësaj kodre, disa kuaj dëshirojnë me ju sulmue. E kuntum musaddiqiyya, am kishit besue? Qalu na'am, krejt thanë po. Mone men që këtë pojen, kur ta bojnë jo, por interesat saktume. Allahu ja u përmendi. Fa innahum la yukadhibunak, ata kur nuk të kanë thënë ti se i të rrejt. Mone men, andaj dash, detalet e historisë janë shumë të rëndësishme që më ndërtu e plaka njëre me tjetërën për me dalë fotografia e qartë. I thanë, po, me në thanë se po vjen dikush kur s'kishmi dishue dhe s'ishmi lëkun. Por se kjo për shkak epsheve, interesave, inateve, zilijave, smirave, mos durimit për balë, levërdive të caktume, u shëndru në jo. Kështu i shëndroj njerëzit pojat në jo. Barsisht, njerë dhët po, pastaj, nëse interesi i caktum, ja shtyp këtë po e ban jo. Thanë, ma gjarrëbna alejke këdhibe. E shtun këtë pojën edhe me një detalj. Thanë, kur s'na ki rejt? Kjo është edhe shtes me e madhe, kur s'na ki rejt? Tha, alejhi salatu selam, fe inni nadhirun lakum bejne jedej adabin shedid. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha me të vërtet, unë jam paralemrues dhe qërtues dhe alarmues për para një azabi dhe dënimi të ashpër, për para një azabi të matë të Zoti Gjelle Gjelalu. Fa kale Ebu Leheb, dhe reagoj prapë Ebu Lehebi. Kjo ka qenë torturusi ma i madhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe disa torturus të tjerë si Ebu Gjehli. Kjo ka qenë torturusi ma i madh nga familja e tij alayhi salatu wassalam. Andaj Zoti Gjelle Gjelaluhu me ajet e ka sfidue që t'ja qetson pakat ashpërsin e agjës e tina. Këse shumë, shikosh ka tha, tabban laka sa'ira al-yawm. Tha, tu prisht këtë dita tjetër. E li hadha gjema'atena, a për që këtë puna kim ledha? Kjo ajgarja me madhe, kur ti jenë serios, kulmin e seriositeti, pejgamberi Zotit, vallaj njoni prej neve mi mledh njerëzit kështu, dhe mi u ka dhënë një punë të rëndësishme, dhe me dalë kështu një çmendur dhe një budall, dhe një i pa përmbajtur, çish kishme me reague? Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mësuan prej Zotit, e mbajti vetën, u vetë kontrollue, u vetë frenue. Vazhdojmë se misioni duhet mu vazhdue. Tha, për që ta na kim ledha, tu prisht këtë dita, na e prisht e ditën. Tja, për që ta na kim bru deri këtoa, me ne ka dhu se ti këkëshe pejgamber, e zbritin ajetet me njëherë, tebbet jeda Ebi Lehebin vë tebbe. Tha Allahu Gjelle Gjelle, u malkofshin duart e Ebu Lehebit dhe janë të malkuara. Ma aghne anhu maluhu e ma keseb. S'ka mi bo dobi as pasuria dhe as gjithë që ka fitue. Kjo ishte e para prej përleshjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash parashtrohet pyetja, pse su prit mirë ki njëri mirë?
Pse su prit mirë ki njeri mirë? Shumë i mirë, ma i mirë se ki s'ka, alayhi salatu wassalam. Zemra ma e pastër, shpirti ma i pastër, personaliteti ma i papërlim, njeriu ma i dashur te Zoti xhelle xhelaluhu. Allaj, pse su prit mirë? Kjo nga kjo çka nën kuptojna. Ti sa dush bano i mirë, sa dush, maksimumi njepe. Por te i keqi kjo nuk pi ujë. Te i keqi është kjo fjalë e shurdhur, andaj dhe Allahu xhelle xhelaluhu për jo besimtarët. Kur ata e dëgjojnë thirrjen si ju duket, sikur një za i largët, sikur një za i dua, thirrje e largët s'u dalloj kush çka të thonë. Por se besimtari e kupton, detalet ja kupton thirrjes së Zotit xhelle xhelaluhu. Andaj kjo ishte pjesa e parë e asaj çka e tha Ebu Lehebi në ballafaqim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tregon Ebu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu tjerëve. Sa i Buhari, sa i Muslim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu tjerëve. Ju tha ja ma'shara Quraysh. O ju Quraysh. Shiko këtë çfarë përmbajtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hinin lëkur kështu me të rezistu dikush tije. Dhe Ebu Lehebi, shiko, të na Ebu Lehebi është njëri i dobët, për atër sa kon i dobët. Ebu Leheb, a di pse e ka imnin Ebu Leheb? Ebu Leheb. Leheb është zjarë, por se është ajo drita e zjarët, ajo ndezja. Ata e këshin qujt njerëzit Ebu Leheb, sepse i ndryqon të ftyra, ishte shumë i heshëm, shumë i bukur. Ata ishte njëri pashëm, njëri i cili i shkon të fjala. Kur shkon të pejgamberit me po davat, ai thotë, a jam unë a gjavet? A jam a gjavet? Jam a gjavet, po. Kush e do ma shumë, a ju a une? Une, Rënacak është. Presion i madhë, presion, shtypje e madhe. Rënacaka, mos i besoni. Ju a mos e doni ma shumë se une një pe kam. Por se pejgamberi mu vetë përbajt. Se u dashte misionin. Andaj të ndëruar xhamatli ndonjë herë kur dalin kështu dalga të njerëzve të pakontrolluar, dalga të njerëzve që dojnë me bë veprime të cilat nuk janë të hishme, do të mu përbajt. Propaganda, shkrime të gazetave kundër fesë së Zotit xhelle xhelaluhu, manipulime dhe kince shpërlarjeve të trurit të njerëzve. Çka duhet na me bë? Mos më u vërtetu, mu vetë kontrollu. Çojë misionin. Le të hece fjala e Zotit xhelle xhelaluhu në shkojë në vend. Andaj pejgamberi mu vetë përmbajt. Ja ma'shara Quraysh, o ju Quraysh, ishtaru anfusakum, bleni vetvetet e juve, bleni kuptimin, hini në islam dhe bleni ahiretin, hini në xhennet. La ughni ankum min Allahi shay'a. Unë nuk kam mundësi me ju shpëtu për para Zotit xhelle xhelaluhu. Ya bani Abdi Manaf, o bijt Abdu Manafit. La ughni ankum min Allahi shay'a. Unë s'kam mundësi me ju shpëtu për para Allahu xhelle xhelaluhu. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, o Abbas, djali Abdul Muttalibit. La ughni anka min Allahi shay'a. S'kam mundësi me të bëj dobi për para Zotit xhelle xhelaluhu. Dietar, se ka komentuar këtë hadith, këtë ngjarje, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillimisht e zbaton urdhën e Zotit në familje, barrat e Zotit mbi familje, detyrat, dhe ja u kpuq presat atyre të cilët thanë më vonë se ky për arabizëm ka luftuar. Ky ka thirr nacionalizëm arab. Jo, juve ju kanë mashtruar. Jo, ju kanë ai ka dosh, ai nacionalizëm ka thirr. Nacionalizëm ka thirr ai përplaset me familjen kryesore të arabëve. Kurejsht, përplaset me haxhin e vet. Ti shkon arabizëm, ti shkon thirrje arabe. I kish me ka dalë se na kena me fitue, prej të rreni pak se la ughni ankum min Allahi shay'a. Këtë këtu ju shkajini ju, unë përpara Allahut asnjë sens ka mundësi me ju bë dobi. Ja Safiyetu, ammatu Rasulillahi, tha oj Safije, halla e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, s'kam mundësi me të bë përpara Allahut xhelle xhelalu asnjë dobi. Oj Fatime, bintu Muhammed, oj Fatime bija Muhammedit, selini ma shikti min mali, lip qka dush për pasuris time, s'kam mundësi me të bëhë dobi për para Allahut te bareke wa teala. Kjo ishte fillimi i davetit dhe thirrjes së islamit hap tazi. Si ka fillu? Kështu me këtë tension. Me këtë tension duke mujt, duke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke e përbajt vetveten dhe duke e quë misionin e Zotit xhelle xhelaluhu në vend. Në këtë pjesë të kësaj ligjërate dhe kësaj ngjarje ka shumë prej mësimeve, por se
koha nuk na premton me i përmend të gjitha. Pastaj çka ndodhi? Filluan njerëzit me fol për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. U përhap emri i tij tek Mekelit. Çka po thot Muhamedi? Ka dalë kimi këtë fe dhe ja emërtuan një emër. I thon Esabi, renegat, se i kishte shlu feje. Pra, felëshuesi. Në kuptimin felëshues i fejes që ata e kishin. Pastaj ku shkoi ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thëshin Esabi, e ke lëshu fejen? E ke lëshu fejen. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi nami me i çarkullun Mekë. Çka po thot ky njeri? Çka po diskuton? Dhe filloi paria musikletave dhe me ndi tension për kësaj. Nga se ishin duke shkue rrezik levërdit e tëre. Ata kishin dobi prej idhujve. Se vishin njerëzit kurban therqin, për shembull. Kur vin këtë dikush, kishti telashe. Kishte një telashe. Dhe vin të e thertë një dele. E leke atin qabe. Dhe me për hirtë sakrificës së ati zoti e që këti ti këthejë dobija. Mirë, mishi, kujti me të ke? Mishi, kujti me të këtë devja? Ebu Gjehlit, Umejjes, Ebu Lehebit, ata e mërqin mishin, e atina i thëshin, ti shko prite me ta këthije bereqetin kjo. Andaj, me ja hek idhujt, nuk ishte veç eke e idhujve, po qka ishte? Po na kena me vetë pa deve, pa asë një pare. Andaj këtë për rëzikot, andaj shumë levërdi janë rëziku në atë ko. Njëzit qka mendojnë, se aj për gurin pas ka luftu veç. Apo, aj ka luftu për gurin. Mësta mërtarëzdoje. Mirë po, pas gurit ka pas shumë. Shpesh harna kur diskutojnë, a thojna, qëfar njerëz janë konë analfabet gurin se ne kanë kuptue. Ku adhorohet guri? Tja menon se ti ka më i meqëm se ata. Kja problematike jona. Kur mendon se ti e më i meqëm se ata. Ata janë konë qatës të meqëm që i kanë bo problem për nga mberi se sellem. I kanë bo problem njerëzën nësë me hinë islam. Ata janë konë qatës të meqëm që kur kanë hinë islam, ti së një mënin kur ata. Ata janë bo të meqëm me hinë islam, a janë konë të meqëm? Janë konë të meqëm, islami ja u ka shtu me në qurin. Andaj, kur ti thu, një guri, jo një guri, nuk është të guri, është e pasuria për rrëth guri që ka po mledhët. është e pasuria dhe pushteti i cili asiguron ai guri. Andaj edhe shumë për njerëzve kur suni lajnë ngurzit, s'është e guri, është e nami. Nuk vetë na one. Me hin islam çka ndodh? Me hin islam, ndoshta në islam, ndoshta para islamit i kanë atje i pari. Islami çka thot? Shikoti para islamit i kanë i pari, po tash duhet më shkuat atje në fund. A problema ka bën njerëzit? Apo madje ata që kanë hin islam e kanë problem këta. Ka edhe për njerëz që kanë hin islam e kanë problem këta. Kujton sepse në xhahilet takon i pari të Mehmet i pari. Jo, këtu cakton Zoti. Të shoktetu ki po çka dush. Të rrethi jot ki po çka dush. Në islam cakton Zoti. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Felye aqra'ukum", le dale prijes imam. Ma i lexueshmi pe juve. Ma i lexueshmi pe juve. S'ka mund ti me caktu. Këtu cakton Zoti. Këtu cakton Allahu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj mos mendoni se guri ka qenë pengesa. Ka qenë pengesa me dal në fund është. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh ju jep ke isharete se ata që janë të partë për juve, nëse ndreqen dhe përmirësohen dhe hinë islam si duhet, të partë kena mi bo. Por se ata i kishte caktu Zoti Xhelalu që zemrat e tyre mos besojnë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi mi çarkullue emri dhe të shkon në për njerëz se çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe në shumë shtëpi diskutohej. Dhe çka po thot ki? Me çka ka ardhur? Dhe fillun mi ardh Ebu Talibit. Fillun me ardh Ebu Talibit. E ardhën disa prej parijës të Ebu Talibit. Kush i ardh? Utbetu ibn Rabia, edhe Shejbe ibn Rabia. Utbetu ibn Rabia, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ki kush është? Ky është baba Ebu Hudhaifës. Njëri shumë i madh. Ky është baba i Ebu Hudhaifës. Ky është babgjishi i Ebu Sufjanit. Kjo është baba i qikës grujës Ebu Sufjanit. Ky njeri, pejgamberi sallallahu ka thonë, s'ka më të mesëm të Arab, po Arab të ngoj. Andaj luftën e Bedrit ka insistu mës me dalë luft, pa ata se kanë nguhe.
ki shkoj të Ebu Talibi bashkë me dhëndrin e vetë Ebu Sufjanin, shkoj me Ebu El Bakhtariun dhe Ebu Gjehlin, Amr ibn Hishamin, dhe tjetër kush ishte në pari? Baba i Khalid ibn Walidit. Baba i Khalid ibn Walidit ishte të paria, Walid ibn Mughira. Shkun këto grumull të Ebu Talibi dhe i thanë shiko, dhe ku shkoj tjetër? E njeri i madh, baba i Amrit, Amr ibn Asit, As ibn Wa'il, i cili ishte bo shkak për mu ba aleanca kundër zullumit, se e kishte blej marrë dhe se kishte dhënë parët. Kështu të partë, sikur plot sot. Apo unë që shtu po tham, se jam pozit. Po se aron Zotin Gjellore se ja than pozitë. Ja than Allahu Gjelle Fiula, por se mashtrohen njerëzit për hapësira dhe vite të shkurtra. Shkuan dhe i thanë, o Ebu Talib, djali vllavit tan është të bo problem, është të nënxjerr problem. Nale sa s'ka shku lajmi ma nalt, nale sa s'ka shku problemi ma lart, apo pengoje, sepse nëse na i devijon sufehat e ton, kështu i ka thonë, nëse na i devijon mendjelet e ton, shpreje precize, zgjedhur prej tëre. Pse sufehat? Sa ata i llogarit që kitë njerëzit sufehat, njerëzit mendjelet. Pse? Sa ata dëshim me thonë, na e vendosna shka ban, na e vendosna shka zban. Sikur shumë njerëzit, apo shka thënë? Shiko, ti s'ki nevoj me mendue, s'ki nevoj me përdor trunin, s'ki nevoj me përdor logjikën, ka kush menon për tije. Po çka ma ka dhënë Allahu këta? Po me mojt rana, po çka ma ka dhënë Allahu gjelua këtë krije? Mos me mendua, mos me përdora. Ata i thoshin, si t'na devijoje mendjeletit e ton, kush ish mendjeletit? Kush ish mendjeletit? Krejt njerëzit mendjelet. Tha, na nuk e lajna që shpo mendon ti. Dhe filloj Ebu Talibi me morë me të mirë, me të butë edhe i largoj, tha, ajde do diskutojmë dhe i largoj. Andaj shkoj të pejgamberi s.a.s. dhe i tha, o djali vllavit tem, ki kujdes, kjo është bare ranë, do shta s'kemi mundësi me e quj deri në fund, por se pejgamberi s.a.s. e refuzoj. Pastaj erdh baba Khalid ibn Walidit te pejgamberi s.a.s. me diskutu vetë, ki njeri meqëm, ta shofe vetë ki. Ta shove vetë ki njëri me që shka po thot ki Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe i tha pejgamberi sallam, qa po thu? Dhe i lexoj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam Kur'an. Dhe Walid ibn Mughira, baba i Khalid ibn Walidit, ishte njëri i cili e njifte poezien. E ngoj mirë, shka po thot. Dhe e kuptoj se s'është poezi. Kur dul prej atje takoj Ebu Gjehli. Tha, më ki ndryshu, ftyra tu ka ndryshu, mos t'ka deviju, mos t'ka bo seher. Tha, vallaj, qish po fol kësa amël. Vallaj, unë e njof poezien, e njof vargun, e njof rrimën, i njof krejt forma. Si ish poezi? Nuk ish poezi. Dhe tha kështu, ajo që ka po thot aj, e ka një ëmbëlsi, wa inna alejhi le talawa, dhe e ka një bukuri. Kur'ani Zoti Gjelle Gjelaluhu, wa innehu le muthmirun a'la, tha vërtet ishte fryt dhanës, ishte e fort, dhe kjo ka me dhonë fryt e shumë. Mughdikun esfele, kjo ishte si një lloj uji i madh, nuk është ajo që ka ju po thoni. Dhe tha, innehu la ja'lu wa la ju'la, tha kur ta ngojsh, aj po të mirë ke me veti dhe s'po mushe me pushtu. Pra Kur'ani kur ta ngojsh, qish njët njeri ju? I dobot para ati, i sfidum para Kur'anit. Tha, para ati po ndishe i sfidum, wa innehu la jahtimu ma tahte, dhe qka ka ndër e shkatrojke. Tha, lej këtë muhabete, Ebu Gjehli, populli jot zdo kështu me folë. Tha, thuj diçka tjetër për ta. Mirë, tha, unë e thasht ata qka e ndjeva, asa i përket popullit tem, qa me thanë? Tha, thuj diçka fol keq për ta. Dhe foli keq Walid ibn Mughira, dhe Zoti Jon Gjelle Gjelaluhu zbriti ajete kundër Walid ibn Mughira. Dhe Khalid ibn Walid e kishte babën të përmendur në Kur'an, babën të përmendur në Kur'an si
si njeri arrogant, si njeri i cili nuk ishte nështru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj fillon me provu me metoda tjera. Pastaj fillon me ofrue sende, kompromise. Por se Zoti jon xhelle xhelaluhu e rujti pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Për asaj që kam përmendë dietarët është se në këtë periudhë e ka pranuar Islamin një njeri i cili e mban emrin Abdullah ibn Ummi Mektum, një çardh, një i verbër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka zbrit ajete për këtë njeri, abasa wa tawalla, umrol dhe e këshyri si në formë injorimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte dëshirë ta pranojnë të partë ta pranojnë. Kur ta pranojnë të partë, këto tjerë hin vetë. Andaj tha pejgamberi sa në Medinë kur shkoi, çka tha? 10 jehudi me mbesu, krejt mbesojnë. Por çato 10 jehudi problem. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshironte ta pranojnë të partë. Dhe një ditë për ditë duke u mundu këto të mëllojt mishtin islam, vjen kiqorri. Dhe i thot, ma mëso pak fejër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disi unë një ketë se unë me këto të mëllojt të morë, ti po më shqetëson. Por se Zoti jon xhelle xhelalu zbriti ajeti tha, umrol dhe i njëroj. Dhe e qërtoj Allahu xhelle xhelalu pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Për çka? Nga se ti nuk mundesh me uzuat çka do ti, por se Zoti i uzon ata çka do. Andaj ishte qorë, por se Zoti xhellahu ala ja kishte çel zemrën. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mësua edhe nga kjo formë e qetësimit që mos ta ketë dert se kush pe pranon Islamin e kush jo. Në këtë periudhë gjithashtu e kishte pranuar Islamin Abu Dharr el-Ghifari, i cili kishte dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ardh dhe e pranoi Islamin, çka tha? Irji ila qaumik, shko te populli jot, fa akhbirhum hatta ta'tika amri, shkon popullin tan dhe mos hajde derisa unë të forcova. Pse? Pse ishte dobët. Ishte i dobët, s'kishte mundësi me strehue. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk tha rri duro për Allah. Apo që më thonë dikujt, Ebu Dherri, kishar sahabi, Ebu Dherri është për njëzve më të mëdoj. Ebu Dherri është sahabia i cili ka pas privilegj të pejgamberit se më shumë të madh kur ka ardhur Medinë dhe pastaj. Por se kur ardh fillim, tha unë jam i dobët, shok theu të populli jot, munohu me punu me popullin tanë dhe pranoj kabilja e Ghifarit e pranoj Islamin, por se në fillim çka tha? Irgji, shok theu. Pse? Nga se jam i dobët. S'ka mundësi me dhanë strehim e kështë më radhë. Pastaj djetarët e përmendën se si ishte forma e refuzimit të kurejshve dhe arabve ndaj Kur'anit famëlart dhe thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të mundona shkurt, nga se kjo periudhë të nderuar xhamatli është periudha e cila janë vendos shtyllat e Islamit. Në Medinë kena koxha siklet atje. Kemi një lloj grumbullit, betejave dhe dispozitave dhe juridikut i cili e kishte plotësuar fenë e Zotit xhelel xhelaluhu, por se në Mekë janë nuk shtyllat. Dhe në Mekë është periudha më vetëdijsuese e muslimanëve. Në Mekë janë kriju njerëzit më të mëdhenj në Islam. Ku e kanë pranuar 4 halifët Islamin? Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu. 4 prisit muslimanëve mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ku e kanë pranuar Islamin? Në Mekë. Në Mekë janë edukuar këta njerëz dhe nuk ja kanë dhënë ensarve. Nga sa ai i cili ka vujt Mekë dhe Zoti i privilegjoi, tha ata që kanë besuar në Mekë janë si ata që kanë besuar në Medinë. Dhe ata që kanë besuar në Mekë dhe në Medinë para se mos liru Mekja, nuk janë të njëjtë. Këtë këto kishin dallime. Andaj periudha Mekës është e ngjashtë me ndërtim dhe formim të sahabeve të mëdhoj të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sulmët e Kurejshve, ajo euforia dhe fuqia më e madhe e sulmëve ku ishte? Në Mekë. Dhe periudha Mekës ndoshta është për neve në këto kohra më e rëndësishme se periudha Medinase. Se periudha Medinase ishte periudha e forcës.
Periuda ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse dikush e cënonte, s'mund të me kalu bashlet. Me ja përmend emrin me të keq, s'kalon të bashlet. Mi thon po bojna çështu e pastaj mos me bë, s'kalon të bashlet. Ama në Mekë s'kish. S'kish e shantin, e shanin, e ofendonin. Ebu Gjehli aqiti plancin e devës, krejt fekale, këtë gjërat dyta ati, e rafën alayhi salatu wassalam, ish periudhë shumë e vështirë, shumë emocionale, shumë ndjenjat mëdha kishte përjetuar pejgamberi s.a.s. në periudhën Mekkase. Andaj periudha Mekkase është shumë e nevojshme për neve. Pse vallë? Pse? Nëse neve jemi në periudhën ku duhet me durue, ku duhet me ngrit njerëzit në vetdije, me kuptu se ky islam është i madh. Këti islamit kam ja kthi Allahu krenarien. Radhiya men radhiya wa sakhita men sakhit. Ka mu knash, kush ka mu knash dhe ka mu idhru, kush ka mu idhru. Ajo punë e tëre, ka me kthi Allahu. Andaj tha Allahu xhelle xhelaluhu mutu bi ghaydhikum. Kush nuk don me pa krenarinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mundet vesh një sen. Mundet me dek pit keçtit. Kështu Allahu tha. Si dush me dek pit keçtit vdes. Ama kjo fe ka me shku për para. Por sa jemi na kontribues, ajo është mesela tjetër. Andaj sulmët më të mëdha ishin në Mekë. Kurejsh kur shkoj pejgamberi në Medinë, u mbatshin. Me çudikan, me bo kompromis. Andaj në fund banë marrëveshje. Pse s'u boi fort alayhi salatu wassalam. E para në Mekë, prej sulmëve që ja banën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ngritja e pluhurit të dyshimeve dhe shybeve dhe lëkundjeve për vërtetësinë e Kur'anit. Shka s'than për Kur'anin? Shka s'than? Pa rezerva. Pa thonë, ka dalbe se Zoti mësa të folë. Jo. Nuk lanë fjalë pa e thanë për librin e Zoti Gjelle Gjelalu. Nga i nati. Andaj Allahu na i kalzoj këtë që kanë thanë. Pse na kalzoj? Se kanë me thanë prap. Kanë me thanë prap. Ata nipat e atënve kanë me thanë prap. Ata në lëkurën e atënve që ka janë dhe mendojnë njëtë kanë me thanë prap. Andaj tha Allahu Gjelle Gjelalu në gjurën e tyre. E para që ka thanë? Innama yuallimuhu bashar. Ky është të mësu dhe një njeri. Subhanallah, ata mëson të Zoti Gjelle Gjelalu, ata thashin ata mësu një njeri. Ata sikur njerëzit që thonë, nuk ka kjo Kur'an, ka manipulu ti dikush. Ja, të ka mashtru dikush, nuk shkruan çështo në Kur'an. E ç'i shkruan? Nuk e di ç'i shkruan, po çështo që po thu ti nuk është. Apo e ata masi Muhamedi se nuk kanë Kur'an, nuk ka zbrit Kur'anit. Kujt i ka zbrit? Hajde kalzojmë një çelë është. Andaj tha Allahu Jelle wala, ose na ose ju, nuk zim. Nahnu au iyyakum. Tha Allahu la thuju, o na o ju. Kush anë zim? Ju çka po thuni? Hajde zbrit në ju nja. Andaj Allahu thëke, hajde ju bënë nja. Çe kjo e kam mësuar dikush. Hajde ju bënë nja. Me na smujna me pru. E po, kështu nuk shkruan Kur'an, kështu nuk shkruan, ç'i shkruan? Andaj than inma yuallimuhu bashar, atë mësuar në njëri këta. Ki s'ka ditë kështu, ku s'ka lexuki, ka e mur këta. Po vetëm mos me thonë e kam mësu Zoti. Than qalu asatirul awwalin iktadabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila. Than këto janë asatir, legjenda të vjetra, e ka ardhur dikush për ja ringjall këtina. Po jam son mëngjes e mbrëmje. Sigur shumë njerëz që thonë shekullin 21 me besu që kena morrin gjalla, shekullin e telefonit, e iPhone-it, e shekullin e telefonit të menqur, e shekullin e raketave dhe satelitave dhe kuta ditë shka, kena morrin gjalla, po? Në shekullin e shkencës na me besu se njeriu ka morrin gjalla. Por se Zoti jon Gjelle Gjelalu na tregoj se kjo është e kotë, kjo është e palogjikshme, jo racionale, jo e arsyes. Ajo që ka është arsyes është se na kena morrin gjallë, sikur që na të dek një ka një. Sikur që po ndrojmë jetë një ka një, kena morrin gjallë dhe Zoti jon te bareke ve teala. Pastaj than, in hadha illa ifkun iftara. Kjo shpifje e ka shpif për Zotin. Wa a'anahu alayhi qaumun akharun, dhe dikush i ka ndihmuar. Pse thoshin i ka ndihmuar? E para pemson dikush, e dyta ja ka kthi dikush legjendat, e treta pinimon dikush, sa ata e dishin se ky vet kur s'ka lexuar, vet kur s'ka mësuar, pemson dikush. Mirë po, pemson Allahu? Jo.
E mëson Allahu? Jo. Andaj, e para prej sulmeve ishte sulmi në Kur'an. Kjo çka na kupton, çka na jep neve? Se gjithmonë armiqt shtin shive në Kur'an. Shtin shive në Kur'an. Kur shtin lëkundje në Kur'an tjera s'ka problem. S'ka problem. Nëse rrezojnë autoritetin e Kur'anit, krejt bim, edhe na musliman. Se neve çka na ma? Çka na ma neve? Në këtë dopsi. Kur ata janë 1 milion herë më të fuqishëm, Kur'ani na ma. Zoti i Kur'anit. Ne e kena zbrit ku Kur'an dhe ne e rujna. A dhe na shka duhet me rujt në këtë aspekt? Mos me lanë dyshime rreth Kur'anit, me rujt autoritetin dhe vërtetësien dhe me punu në ringjalljen e bindjeve të fuqishme si Ebu Bekri për vërtetësinë e Kur'anit dhe se si ata e lexonin se kjo çka shkruan ka me ndodhë që ashtu. Anim se në duket e largët. Andaj thanë, meta e saa, kur bëhet kiameti? Tha Allahu Gjellu Ala, unë e di kur bëhet. S'është punë juve kiameti, punë juve është mu përgadit për kiametin. Kjo ishte e para prej sulmeve të cilat ja bënën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra prej sulmeve çka ja bënin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte angazhimi i njerëzve me muhabetet kota. Për shembull, Nadr ibn al-Harith ishte prej atyre arrogantëve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai thonte, asnjë nuk t'ju tregoj diçka më të mirë se sa çka ju pokazon Muhamedi juve. Ky njeri Nadr ibn al-Harith kishte shku në Persie, në Romë, kishte marrë pjesë në disa prej ceremonive dhe manifestimeve të ushtrive të asaj kohe dhe kallzonte se çka ndodh atje. Tu dosh me angazhu njerëzit. Andaj sikur sot çka bën njerëzit. Për shembull, thot, lene me çka shkruan Kur'an, lene t'ju kallzojnë diçka tjetër. Apo edhe ka edhe disa prej njerëzve të cilat brenda lëkurës tonë thonë kështu apo. Le me çka po ju mashtrojnë xhamia atje. Çka bën gjonë hoxha tin Kur'an, çka po të kallzon. Asun të kallzoj kur jam kon i ri, çka kum bëune. Unë të ngoj ti kur je kon i ri, mos ta ngoj Zotin, mos ta ngoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu edhe kjo nivelet ulta. Po nivelet nalta e përmenda do shta kjo është e dhimbshme, por është shumë e madhe dhe shumë në rrezikon neve. Ajo e cila në vazhdimsi në internet e në faqe e në ato mjetet informative neve ndoshta neve nuk e ndjejmë, por ajo na e rrezon autoritetin e Kur'anit. Si? Tu na kallëzu me mija lajme çka po ndodh për njerëzit kot. Filani kish drekuar në filan vendin 5 minuta. Filani kish marr pjesë në filan restoranit 10 minuta. Ajo qika e filanit ish martu me djalin e Atina, ama për 2 javë ishin dasë se kishin bashkëpunuar. Vazhdimsi, lakuritësi, zhveshje. Për çka bëhet kjo? Ti mendon se kërkush si urri pas atyre? Ti mendon se kërkush nuk i qëndron pas atyre? Kot e kot bëhet ajo? Me rroga të majme bëhet ajo. Për çka? Për çka? Që ti të angazhohesh me ta e mos të angazhohesh me Allahun xhelle xhelaluhu. Andaj të nderuar xhumatli, sa më shumë larg asaj, sa më shumë larg muhabeteve të kota, larg gjërave të cilat na defokusojnë nga synimi i Kur'anit, i cili është që ngritemi bashkërisht me këtë Kur'an dhe shoqëria e muslimanëve të bëhet serioze. Andaj larg atyre, larg dhe fëmijët larg atyre. Kjo rrezikohet rinia e muslimanëve, rrezikohet nga kjo zhveshje. Nuk e di a ka pas ndonjë ark si zhveshje. Mua ata çka thonë, se besoni Kur'anit, këshire ki hoxha çka pas ka thonë. Ki hoxha pas ka thonë se muslimant kur të po shkoj kanë ahiret, pas kanë me pas gra, pas kanë mu martu këto. Këshire ki hoxha çka pas ka thonë. Qa ti, pak ma poshtë ta qetë të zhveshurën. Mirë ti masi po të intereson se hoxha çka ka thonë. Kjo tjetra, zhveshja, lakurisia, amoraliteti, zinaja, këto çka janë? Andaj, ata nuk e kanë veç një derë të kanë, me të nari prej Kur'anit. Andaj duhet me por na imunitet, duhet me kriju e fuqi, mbrojtëse, që na ruan nga lëkundje që ki Kur'an mos tjetë të zemrat tona i madhë. Andaj kjo ishte forma e ditë,
duke i angazhu njerëzit me muhabete të kota, kinë se po ju kallzojnë diçka, por se qëllimi ishte cili t'i rënojnë shtyllat dhe themelet e islamit. E treta prej metodave, çka i përdorin ata, cila ishte, dhe kjo shumë e rrezikshme, të nderuar xhamatli, shumë e rrezikshme, forma e ironisë dhe talljes dhe përgënjeshtrimit. Këta forma i kanë përdorur. Tha Allahu xhelle xhelaluhu në gjuhën e Kur'anit, duke treguar se çka thonin ata, wa qalu ya ayyuha alladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun. Këtë ajet nëse nuk e lexon në qatë kohë kur e ka thonë ai personi që Zoti po na kallzon, s'mundesh me kuptu. Tha njëri prej tyre, o ti që tu ka zbit Kurani, ti budalli je, ti i çmendur je. Allah e regjistrojnë Kur'an sura Hijr, ti i çmendur je, ka kap gjint, të me qumet frije. Andaj i thanë, si ti jesh i smut, pe gjenë një rukë e gji. Sot kur dikush nis mu falë 5 vak namaz, ata që ka s'falën, çka i thonë? U ka smu ki djali diçka. Ka smu mi a thirë një hoqë. A i hoqën të me thirë për veti. A ma thot ta frinë në gjallin. Miru ka nis mu falë. Subhanallah, njerëzit nuk e dina çka folin. Me ditu pak, çka i të folë? Çka i të folë? Hoqën ta thirë, po thë hoqën të shme thirë për veti. Andaj thoshin ata, si të kish nevoj me ta thirë dikan, ti të ka kap dë një gjinë. Andaj me gjnuni thonë me të kap gjini. Se çmenduria ka ndërlidhje me gjinët. Thanë ta thirë mi dikan. Kjo ko gjabar për pejgamberi s.a.s. Njerin më të meqëm mi thonë ti budalli je. Njerin më të meqëm mi thonë ti budalli je. Sa e ranë është për njerëzit e dijes, për njerëzit e cilat e kanë Kur'anin me veti, e kanë hadithin e pejgamberit s.a.s. Mi thonë ti s'di, ja ti kur gjo nuk di, ti hyq, ti s'jen ta, të kanë manipulue. Kjo shumë e ranë, por se duhet me menaxhue, me vetë kontrollue dhe mu vetë frenue. Andaj tha Allahu xhelle xhelalu duke tregu për gënjeshtrimin, wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafirun hadha sahirun kadhab. Dhe u çuditën, si mundet me ardhë një pejgamber dhe mi ju thonë se ka kiamet e ka ringjallje, dhe thanë xhafirat dhe jo besimtarët, kjo është sihirbaz dhe kjo është rënacak. Andaj prej formave ishte tallja, ironia dhe thënja se si e i vërtet. A përdorën sot këta të nderuar xhamatli? A përdorën? Sa përdorën? Me gjeste, me fjalë, me shkrime. Leja. Ata, andaj Allah në surën Isra në e kallzoj se edhe gjestët në e kallzoj që ka e kanë mundu për mësra. Ve se ju në gildu në rëusehum. Para me ndo, surë Isra, qene surën Isra, shiko Zoti që ishë nga kalzon se si baba i Khalid bin Velidit e ka torturu me gjeste Muhammedin s.a.s. Tha Allahu Gjellu Ala, dhe kur ju thu të atyre se kjo është Kur'an i Zotit, kanë mi lekund kryet. A të spikto. Sa tortur është kjo për pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Sa tortur është, andaj, ruje udhëzimin, ruje shëndetin e imanit, ruje dhe kujdesu për kapitalin më të madh që të ka dhënë Zoti Gjelle Gjelalu dhe mos tolero këto furtuna me ta shkull. Tallja, përgënjeshtrimi, legjendat kanë mashtru ruju dhe mos u lëkon. Dhe këtë këta du të me bë me dije. Andaj, prej format të cilat i përmendën dietarët ishte kjo tallja dhe ironia, dhe kjo duhet besimtari mu ngrit për kësaj. Andaj besimtari s'ban mu tallë me kërkan. Pas njëherë. Pejgamberi sa kur së shtallë. Edhe me armiku nuk është shtallë. Pejgamberi sa i lutte me mallëngjim, hini në fe. Andaj nuk e çoj tallmen me tallme. Apo po Nuhi alayhis salam tha kena mu tallë me juve. Kur tha kena mu tallë? Ku të vjen azabi i Zotit. Në xhennet kena mu tallë. Ama këtë dunjë s'mundesh mu tallë, se ti je serioz. Atë duhet të kuptojmë ajetet në kontekstin e vetë. Dhe forma e katërt, që këto forma degëzohen, por na po i përmbledhme shtyllat. Forma e katërt ishte el musawamat. Cila ishte forma e katërt? Pazarllëku. Kompromisi për pak polçojnë ana, pak lëshoti. Kjo ishte forma e fundit. Kur të aj mos ndikoj kur gja, atër thanë,
Të bëjmë pazar pak? Qlojmë në diqka, punë e madhe. Na është ashtu kur gjas besojna? Shka hupa i shka s'ka kur gjo? Punë e madhe, një 5 dhejve ma pak. Andaj, a i shka është në vërtetën hup shumë, a i shka së është vërtetën, shka ka me hup. Andaj ata se kishin problem, këtë format i përdormi, sa i s'ka qka të hupe, a i nuk ka qka të hupe, ndërsa ti qka me hup. Andaj, ata të cilët nuk kanë vlera, nuk zgjedhin metoda, por sa i që ka vlera, zgjedhin metoda. Se thot, shimull, me thonë, ata po na shajnë dhe na pishajnë. Po që ka dalim mes atyre dhe neve atër? Ata po talë dhe na po talëmi. Po që ka dalim mes neve dhe atyre atër? Ata po shtin, po bojnë në këtë formë me neve dhe na po e bojnë në atë formë. Jo, Allahu Gjellu Ala nuk i thami prit ashtu. Ta ti qoja danë në vend. Andaj Zoti Jon Gjellu Ala në mëson, në edukon. Andaj ata po ishin pazar. Pse? Puni fundit, s'kishin qka me hub. Dërsa pejgamberi s.a.s. me kishte Kur'anin. Andaj i ardhen me qka? Me oferta. Tha Allahu Gjellu Gjellalu në surën El Qalem, waddu law tudhinu fejudhinun. Ata po kanë dëshirë që ti të shlojsh pak edhe ata të shlojnë pak. Ja? Ti të bësh pak lajkatar edhe ata të bëjnë pastaj lajka. Por që Zoti tha jo, ti nuk ban lajka. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, wa laula an thabatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Tha Allahu Gjellohu, mos me të pas forcu në tyje, ti pak anove ka ata. Ka orë në tefsir se ka anu me mendje. Që ka anu? Që ka anu? Mi largu pak fukarat me ardhë pasunikët. Me anu pak. Allahu asku se ka të liru, jo, s'ka. Lej fukarat vendin e vetë, ata kanë besue, ata janë njerëzi të cilët meritojnë me qenë afer tyje. Pastaj prej pazardhëqeve që e kanë bo me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kanë thanë, kallzona ti pak për Zotin tanë, e na pak për Zotat e tonë. E një vit e adhurina na Zotin tanë, e një vit na adhurina, një vit ti Zotat e tonë, një vit na Zotin tanë. A pranoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbriti ajetin, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Thuaj, o ju të qafira, jo besimtar, nuk e adhuroj atë çka adhuroni ju. Wala antum abiduna ma a'bud. Jo veç kaq, jo që ju se adhuroj ata, po edhe ju që shtu se në adhuroni Zotin tem. Si? Nuk bëhet me Zotin tem pazar nëse bëhet me t'juvin. Ha? Kështu ju tha, kjo ajet, këtë kuptim e ka. Me Zotin tem nuk bëhet pazar që bëhet me t'juvin. Qish? Pa aj mu konë Zot, pse po shlon pe? Pa ata s'menojshin. Aj mas jo Zot, pse po shlon pe me artë e ki Zotit tjetër? Pa i s'është Zot. Ata nuk janë Zota. Andaj tha Allahu gjatë, thuaj, une nuk e adhuroj t'juvin, po shka është me e rana për juve, ju së ne adhuroni temin, Zotin tem. Pse? Se du një mu zhvesh për atyre për me artë e Zotin jem. Andaj Allahu nuk adhurojt vetë se më nja, dërsa dy, ortak, shirk, i spranon. Andaj tha Allahu gjelë, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Zoti nuk e falë mi ba ti i dhujtari. Allahu nuk e falë mi ba i dhujtari. Dhe këta ja forcoj në këtë ajet e tha, wala ana abidun ma abadtum, dhe nuk jam adhurua si asaj çka ju e adhuroni, wala antum abidun ma a'bud, dhe as ju nuk jeni adhurues të atij që unë adhuroj, lakum dinukum waliya din, unë kam fen time, ju keni fejen e juaj. Pra, kjo është pazarllëku i fundit që ka bënë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe nga ky qëndrimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë filloi stacioni tjetër, të cilën do të flasim me lejen e Zotit xhelel xhelal në ligjëratën e ardhme, dhe ajo ishte masi as një metodë nuk pat mundësi me pi ujë të këta njerëz te Muhamedi sallallahu dhe shokët e tina, a as pazar nuk bajka, dhe kjo është prej stabilitetit të fesë e Zotit xhelel xhelaluhu, atëherë shku në formën tjetër, dhe ajo është forma e torturës, e dhunës, e shprehjes së ashpërsisë dhe dënimeve trupore dhe fizike, të cilat ja banën shumë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por të gjithë këta shumë prej tyre e kaluan në mënyrë të suksesshme me forcimin e Zotit, me qëndrueshmërinë që ja u dha Allahu te bareke ve teala. Kjo ishte periudha e davetit haptazi.
dhe në ligjëratat e ardhme do të mundohemi me i përthekue edhe me grumbullu edhe disa prej ngjarjeve deri shkojmë te stacioni i Isras dhe Mi'rajit dhe ta përfundojmë këtë periudhë të Mekës duke kaluar në një periudhë edhe shumë më të bollokshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga emigrimi i tij që në Mekë në një vend tjetër, ajo ishte qyteti i Medinës, se Allahu xhelle xhelalu e bani vend strehim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin ton xhelle xhelalu që Allahu te bareke ve teala na mundson që ta kuptojna historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na ndriçon Allahu xhelle wala mendjet tona me fjalët e tij të ndershme alayhi salatu wassalam. Na mundson Allahu xhelle wala që pejgamberi jon të jetë më i dashuri tek neve. Na mundson Zoti jon xhelle xhelalu që Allahu te bareke ve teala na bën për atyre të cilët nuk jemi pengesë që ata të cilën e kanë sjell deri këtu ta bëhemi neve të pengesë të mos vazhdojë më tutje. E kështu e lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu na pranon adhurimet tona, agjërimet tona, ne pranon Allahu xhelle wala namazet tona, taravitet tona. E lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu na mundson që të kemi mundësi me arrit shumë Ramazane me iman, me shëndet. E të lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu na përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.